Me shtrimin me këtoja. Po, mirëmbajtjes, ngushtimin. Plazhi si duket? A do të kishte më shumë zhvillim? Po më shumë zhvillim, më shumë roje, shumë ka e papastërti. Thonë që s'keni parë roje me pregatare pulla? Pulla s'ka. Ku ja. Thoj për ja ti janë, ja dhe dje që më darzez. Ka ujë, kabina për të zhveshur. Ktu jo. Ktu jo. Nuk ka. Çmimet si duket? Çmimet tani dihet, po kripen çik sipas detit, po. Dhe çmimet hajt se po këto të tjerat duhen vrejtime, duhen këto janë kullat të vrejtimi duhen. Jo vetëm këtu janë, po në çdo plazh nuk ka. Plazhi mirë se këtu ka rerë dhe qetësi jemi mirë, dhe jemi të kënaqur. Ne këtu vim vit për vit. A do të ketë kushte më të mira? Të kushte më të mira të ketë, aq më mirë është të ketë. Sipas jush çmimet si u duket? S'dim fare se s'janë çmimet sot këtu, se s'kemi paguar gjë. S'keni paguar? Jo, s'kemi paguar gjë. Çfarë duhet të kishte më mirë Seman? Po Semi të kishe pak zhvillim më shumë, t'ishte të bëheshin. Rruga si u duk? Rruga pak e ngushtë është, po. Mirë. Plazhi Semanit është një plazh i bukur, me një rerë të pastër që e bëjnë vetë këta që kanë bizneset këtu. Problemi më i madh është ujë, vem lajmujt me ujë deti, nuk ka ujë të pishëm. Pushuesit vinë edhe të huaj, por duke marrë parasysh gjithmonë që jemi në mes të Italisë, në mes të Greqisë, dy vende parajs kur kemi të flasim për turizëm, ne nuk kemi ujë këtu. Rruga është cop. I eci me kujdes, mos godasim pasqyrat. Ky është një problem që duhet parë. Plazh publik ka këtu? Plazh publik kemi këto vendet këtu, por nuk mund të shkosh atje sepse komuna apo shteti, ta them kështu, nuk ka bërë pastrim, atje çan kemt. A ka gabina, a ka tualete, plazh publik, a ka rojë bregdetar? Jo, rojë bregdetar ja, e kemi vetë. E ka zotnia këtu, kështu e brandeja nuk e kam iden, kam dalë kështu gjiron kemi parë, por nuk e se më bindin diçka. Çfarë duhet të bëj bashkia, komuna për të rritur kushte standarde? Gjëja më kryesore është rruga. Të vish si Europë, jo të vish sikur po vinë me karrodore e para. E dyta është ujë. S'ka ujë vëllai. Këtë ujë. Unë në dokumentacion pagesën e takseve ose për të hapur sezonin e plazhit e kam paguaj takset në datën 15 maj deri në 15 nëntor. Këtu nuk është se ka 15 maj, 15 nëntor. Atëherë problemi është gjoli edhe. Atëherë vetë interesohesh në bashki, jo e ka bordi i kullimit edhe ja hedhin topi njëri tjetrit. Tani, unë përderisa paguaj taksat, unë do vi se nuk është e them domethënë që unë në 15 maj ose në 20 maj ose në 30 maj do hap lokalin. Lokali ka shumë punë. Në erozioni dimrit, ne jemi detyruar domethënë që të bëjmë lyrjen, të bëjmë sistemojmë çadrat, nuk futet dot në gjuhë. Tani ku do ankohem unë? Dhe gjoli kur thatë që filloni nga puna? Atëre si vjet gjoli u hap një çik më shpejt, po ata do ta kenë parasysh vetë. Do thënë që unë në rast se paguaj taksat, unë do të vi me makinë mes gjolit të bëj punimet. Atëre ju pagoni taksa për sa muaj? Atëre nga 15 maj deri në 15 nëntor. I thonë rreth 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj pagoni taksa. Po. Aktualisht sa muaj e shfrytëzoni sezonin veror? Sezoni veror këtu është 2 muaj maksimumi, 2 muaj gjysmëvarë sipas kohës. Pra, pagoni taksa për 6 muaj po. Dhe e shfrytëzoni vetëm 2 muaj, 2 muaj gjysmë. Po. Si u duket kjo? A duhet veri dorë bashkia po tapim taksa? Atëre e tham edhe një herë më përpara, siç e tha dhe ky shoku këtu, domethënë bashkia si vjet nuk ka vënë dorë fare në plazhin Seman. Do thuash ti pse? Zero. Ajo është punë e tyre, po unë vetëm për sistemimin e rerës që u bë duna nga sezoni i dimrit, unë ka paguar 300.000 lekë të vjetra. Një skrepi. Po pse do t'i paguaj unë ato? Pse do t'i paguaj? Unë paguaj taksat. Bashkia nuk jerit pastron dhe plazhin. Me skrep të mirë të tëra lojrat t'i ngarkonde të ashu. E dyta, me kryesoria është rruga Seman, Fier Seman është bërnut. Nuk
qarkullojnë 2 makina nuk shkëmbejan dot. Pardije thyen pasyrat njerëzit u rran 2 veta. Sa u bërë me gjak, i kam ndarë dhe unë ata. Tjeti qa u gomën nasore se e vin e prerë gjadja, qa ka bërë në Verhoxha në atë kohë, një makinë kalon. Nuk kalon do 2, nuk shkëmbejan do 2 makinë, e kalon gjithma rrugën ata. Na ure kanalit o Gjarës, e ka prurë e ngushtuan, e një makinë kalon atje. Shikoje, kur të kalosh, bej film, e të manzjeresh në bashkit Fierit. Taksa si u duke në krahasim me vitin e kaluar? Jam Taksa ne, si vjet apo jo taksa ne kemi paguar rregullisht, çfarë thot shteti? Ne jemi rregull me shtetin. duket të larta apo Ora të larta janë çike tashin ato. Me krahasim me par vjet. Ja ko gjys do si është ky plazh në zhvillimin e tij nga viti në vit? Atëherë, ne kemi 17 vjet që vazhdojmë aktivitetin këtu në plazhin Semon. Nga viti në vit, gjithmonë është duke në rënje. Ndikon shumë rruga që vjen nga Fieri për në Semon. Do të thënë, infrastruktura do të thënë është shumë e dobët, do thuashti në çdo drejtim. Duke filluar nga rruga, nga plazhi këtu, do të thënë që është ndarë pjesë, diku pastrohet, diku nuk pastrohet, se kështu janë parcelat jase. Publik ka këtu? Ka plazh Ai ka publik. kushet, ka rojë bregdetare, ka ujë, ka Atëherë aty kanë vendosur një tabel që shkruhet plazh publik, paroje plazhi. Rojë plazhi s'ka. Ne kemi në si aktivitet. Kabina tualete kanë? Nuk më merr mendje se nuk shikoj aty, vetëm vinte kabinat e tona. Do të thënë se ne nuk i themi dot që mos hadin e këtu. Të ardhurat fitimet nga aktiviteti, nga viti në vit kanë ardhur drejt uljes apo drejt ngritjes? Atëherë nga viti në vit gjithmonë është gjatë rënies. Do të thënë nuk është se është ai fluks njerëzish që ka qenë më përpara, nuk është ajo themi edhe ajo xhiro që bënim neve nga viti në vit. Do të thënë vjet ka qenë ndryshe si vjet, ja shikoj vetë. Ora Në privat, ti do më thënë në gjë e parë, ku do dhe një banjo, se për të veshur e për zhveshur s'po pyet njeri